Unë jam një nga ato shqiptarë që nuk e besoj censusin e Instatit, për hir të vërtetës. Si jemi 2.4? Nuk jemi 2.4, kemi të dhënat tona alternative. Unë kam bërë 17 takime në 17 qytete të Shqipërisë për çështjen e shpopullimit. Është një farë mënyrë sondazh. Po, me iniciativën Shqipëria kundër shpopullimit. Kam lëviz gjithandej. Mund t'ju them që në Cerrik në orën 4 pasdite kishte më shumë qenë se sa njerëz. Mund t'ju them që në Lushnjë pash një furr buke, punonin 3 nga Sri Lanka duke zënë brumin e bukës. Mund t'ju them që në Burrel një nën më tha ka marrë 30.000 pound kredi dhe kam çu 3 djem në Angli klandestin, me ato mënyrat prehistorike, domethënë me gomone apo duke nejt nëpër kamiona, duke kalu kufirin, dhe më thonë Aulon, nuk kam problem parat që do paguaj në bank nga kredia, po më merren çunat me shtëpia bari. Pra i detyruan shqiptarët që të merren me drogë. Projekti kanabizimit i 2016-s fatal për Shqipërinë, morin qafë çunat e ri, sidomos atë të zonës time atje.